Ju një tjeta, uroj t'jeni mirë, miq të dashur, ritakohemi sot në këtë bisedë të radhës në një analizë e cila do të prek ferrin e Spanjës dhe zjarrin që ka rënë në Poliçan sot dhe tek Partia Socialiste. Dhjetra, qindra qytetarë në qytetin e Poliçanit i kanë vënë flakën tesherave të antarësisë së Partisë Socialiste. Në fakt, ky është një zhvillim i jashtëzakonshëm i cili na bën të ndalemi dhe të kuptojmë mirë. Po si lidhen Spanjët, flakët e Spanjës Kreshnik me flakët e Poliçanit. Kujdes, ajo që po ndodh në Spanjë është shumë e madhe. Ajo që po ndodh në Europë është shumë e madhe, ajo që po ndodh në Shqipëri është shumë e madhe. Regjia është e njëjta. Skenarët janë shumë të ngjashëm. Përfundimi ka shumë mundësi të jetë i ngjashëm, por me një dallim të vogël, që ne popujt e vegjël rrezikojmë të paguajmë fatura shumë më të mëdha se sa popujt që janë më të mëdhej se ne dhe që kanë sistem imunitar të fuqishëm. Shqiptarët për 62 ditësh janë në protestë dhe vazhdojnë të rebelohen, të shpallin në një formë apo në një tjetër kundërshtinë e tyre ndaj bandës që i qeverisë. Ndërkohë që ne presim se kur do të na i hedhë syt Europa, Bashkimi Evropian e Brukseli, kur do të na i hedhë syt Amerika për të parë se çfarë po ndodh me flamingot e Tiranës, del nga burgu Ilir Beqa antari i sektit të Rilindjes, njëri nga antarët e bandave të hajdutëve të Rilindjes, thirret sërish në SPAK Belinda Balluku dhe njëkohësisht Europa është në tym në flak, shqiptarët janë në protest dita 62. Kemi kaluar pra 2 muajt. Po si lidhen këto gjëra me njëra tjetrën, Kreshnik? E jani t'i marrim një për një, hap pas hapi, minutë pas minute. Dyert e Spanjës, miq të dashur, u çan nga dhjetra mira maroken dhe Madridi u hodh i gjithi, pra u alertua, kaloi në gjendje të rrezikut të lartë, në gjendje alarmi të lartë, sepse kjo që kishte ndodhur, kjo që po ndodhte, nuk kishte ndodhur kur më parë. Ose në këto përmasa nuk ka ndodhur kur më parë. Por, ndërsa Europa dridhet nga kriza e kufive dhe emigrantëve, që është diçka për cilën ne kemi folur kohë më parë, do të ndryshojë demografia e Europës. Plani për ta shpartalluar Europën është i madh. Nuk do të ndalemi këtu, sepse ju e dini pjesën më të madhe të gjërave. Plani për zëvendësimin e popullatave, për zhdukjen e specifikave identitare të popujve të Europës tashmë është marrë. Prej valve të para të emigrimit, tek valët e tjera, tek valët që pasuan, e deri te kjo që ndodhi në Spanjë, i cili është një sistem alarmi për atë që po vjen. Ne si shqiptarë nuk e mbrojmë dot Europën, as kemi mundësi, as kapacitete, por çfarë po bën Shqipëria në të njëjtën kohë? Ne, ndërkohë që Spanja pretendon se po lufton me marokenët dhe emigrantët afrikanë që po vinë nga Afrika, Shqipëria është duke bërë plan vet për të sjellë mira emigrantë nga Vietnami dhe nga vende të tjera të Azisë. Azisë qendrore, Azisë largët e kështu me radhë. Pse? Sepse nuk ka më shqiptar. Në ditët e fundit apo në muajt e fundit po të vinin në Tiranë, apo në resortet e Shqipërisë turistike, apo po të bridhin në Shqipëri. Informacionet tona janë të qarta. Nuk ka më shqiptar. Nëse nuk dini të flisni anglisht me theks Filipinas apo vietnamez, ju rrezikoni të mbeteni pa bukë.
ju rrezikoni të mos merreni vesh me kamarierët e restoranteve. Kjo nuk është një hiperbolizim për nevoja të letërsisë politike. Ky është një realitet i cili është më i madh se të gjithë ne. Ne, ndërkohë që Spanja pretendon se është duke luftuar me emigrantët, ne po zbrazim vendin përmes një eksodi biblik. Ndërkohë që dyert hapen me avion charter për 10 mijëra punëtor nga Azia, një zëvendësim i madh demografik, i sponsorizuar nga qeveria për të mbushur xhepat e oligarkëve dhe pasunarëve të mëdhenj. Dhe si që një qershi mbi këtë torë të hidhur, ndërkohë që qytetarët mbajnë mbi shpatulla miliona euro koncesione të korrupsionit, arkitekti i sterilizimit Ilir Beqa sapo la qelinë para burgimit për të ratuar në divanin e shtëpisë me Netflix dhe kondicioner, në bekimin e heshtur të drejtësisë së re. Por, apo e varrosim ne vetë shtetin tonë, ndryshe nga ç'po i ndodh Spanjës dhe Europës, a ka mbetur tek ne një fije ndërgjegje kombëtare? Mos u largoni, do t'ju a them detajet të gjitha tani. Tërmeti i Spanjës ka nisur në Ceuta, kur dyert e Spanjës u çan nga 10 mijëra maroken. Ceuta është tokë spanjolle brenda Afrikës në kufi me Marok. Ajo që ka ndodhur në kufirin mes Marokut dhe enklavës spanjolle të Ceutas përfaqëson një nga krizat më të rënda dhe më shokuese gjeopolitike të shekullit modern dhe të sigurisë së historisë së afërt të Spanjës dhe të Bashkimit Evropian. Brenda një periudhe rekord kohe, mbi 49.000 deri në 60.000 emigrant, kryesisht maroken, arritën të vërshojnë në territorin spanjoll, duke çuar në kolaps total operacional Spanjën. Por kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë vetëm në Spanjë. Pse u shkaktua ky tërmet kufitar? Vendimi fatal i gjykatës së lartë të Spanjës. Në korrik të këtij viti, gjykata e lartë e Spanjës lëshoi një vendim sipas të cilit emigrantët e ndaluar në kufit e enklavave afrikane, Ceuta dhe Melilla, nuk mundeshin t'i nënshtrohen dëbimeve të menjëhershme përmes procedurave të përshpejtuara të kthimit në vendin e origjinës. Ky vendim u interpretua nga rrjetet e trafikimit dhe nga vetë mijëra kandidat për emigrim në Marok si një dritare e hapur juridike, duke nxitur një gatishmëri masive për të dyndur drejt kufive. Kufit u përmbytën nëpërmjet notit masiv dhe çarjes së mureve. Pjesa më e madhe e marokienve ka shfrytzuar tokat, zonat bregdetare dhe janë hedhë me not. Kanë kalu gardhin me not, rreth digave dhe barrierave të Taraljalit apo të Benzus, ndërsa të tjerë kanë kalu barrierat toksore duke ecë në këmbë, duke i mposhtë dhe paralizuar tërësisht kapacitetet e forcave policore spanjolle. Pamjet që kemi parë ju dhe ne janë apokaliptike dhe tregojnë gjëmën e madhe që po vjen në Europë. Sa kohë ka që ju a kemi shpjeguar që ajo që po vjen është e madhe shumë. Dikush ka thënë jeni konspiracionist, dikush ka thënë jeni koklop, dikush ka thënë nuk merrni vesh, dikush ka thënë filozofitë e veta. Katastrofa humanitare që po ndodh atje, njerëzore, politike dhe gjeopolitike, është tërmet 10 ballë. Por zjarri që ka rënë atje, ka rënë edhe në Shqipëri, por këtu me një formë tjetër. Ndërkohë që në Spanjë lojën e hapi gjykata e lartë,
Këtu tek ne lojën e hap qeveria vetë, duke importuar, duke sjell njerëz, të cilët mund të kenë 1.000 të drejtat të tyre për të patur një jetë më të mirë, por jo mbi kurizin tonë, jo mbi gjakun tonë, jo mbi ekzistencën tonë. Unë nuk kam asnjë problem me gjithë popujt dhe racat e botës. Qa ka kriju i modhi Zot, janë të gjithë i përulemi me respekt, por secili Zot në shpinën e vet. Sigurisht, njerëzit do të lëvizin, ka qarkullim njerëzish, mallrash, ka ndërveprim, ka lëvizje, ka ndërthurje kulturash, qytetërimesh, biznes, tregti, turizëm, gjithçka, patjetër dakord, por kjo që po ndodh me Shqipërinë, me Europën dhe me të gjithë botën, nuk është vetëm kaq. Nuk është qarkullim normal njerëzish. Planet janë më të mëdha. Unë nuk do merrem me planet, sepse jam i vogël përpara tyre. Unë, bashkë me të gjithë ju, jemi shumë të vegjël përpara asaj që po vjen. Ne duhet mobilizojmë grimcat e fuqisë që na kanë mbetur për t'i bërë ballë flakëve që po vinë rreth e rrotull nesh, zhbërja jonë kombëtare, shpartallimi ynë kombëtar, eliminimi i kësaj race, zhbërja dhe zhdukja e kësaj race, në kuptimin më të plot të fjalës. Si po ndodh? Nëpërmjet detyrimit të shqiptarëve që të braktisin tokat e tyre, trojet e tyre, pronat e tyre, vendin e tyre, atë e tyre, vendlindjen e tyre. Ndërkohë, janë ngritur në Poliçan antarët e Partisë Socialiste. Dhe unë isha shpresë plot që një pjesë e tyre do të fillojnë të reflektojnë. Dhe ja filluan flakët në Poliçan. Do të kthehemi sërish në Spanjë, por dua t'i lidh flakët e Spanjës me flakët e Shqipërisë, sepse është i njëjti zjarr, e njëjta benzinë, e njëjta dorë që ka vënë flakën. Është e njëjti piroman, është e njëjta frymë, është e njëjta strategji, dëgjom me kujdes. Prandaj po ndërthur flakët e Spanjës me flakët e Poliçanit. Poliçani ka dalë masivisht në rrugë dhe po djegin deserat e Partisë Socialiste. Pse? Janë budallej ata? Si duket, e kanë kuptuar rrezikun. Unë e kam bërë aksionin tim modest dhe jam shpresë plot që edhe në Poliçan dhe në gjithë Shqipërinë na kanë dëgjuar me mira e mira shqiptar, sepse i takojmë çdo ditë në rrugë dhe na thonë se ata janë duke na ndjekur. A e mbani mend se si ju a shpjegova rrezikun dhe shpartallimin dhe bombën atomike që po përgatit Arbian Mazniku me Komisionin e Reformës Territoriale, zhbërja e vjetra bashkive në Shqipëri ka synim zhbërjen e atyre qyteteve, qytezave dhe rajoneve dhe përqëndrimin e tyre në bashki të mëdha. Dhe unë ja shpjegova, nuk do ta shpenzoj kohën sot për t'ju shpjeguar edhe i herë nga e para. Ju thash me 2 fjalë të përmbledhura që zhdukja e tyre bashkive është para përgatitje dhe para dhoma e zhdukjes së atyre krahinave, qytezave dhe atyre copëzave të Shqipërisë, për arsye se sa po të largohet bashkia e zonës, do të largohen bashkë me të edhe shërbimet ndaj zonës
dhe do të rritet kosto dhe burokracit për zgjidhjen e halleve të banorëve të zonës, të cilët nuk do të kenë më kryetar bashkie të flasin me të. Çfarë do të shkaktoj kjo? Do të shkaktoj largimin dhe emigrimin masiv të atyre zonave, ose në drejtim të Tiranës, ose në drejtim të Europës. Në Tiranë çfarë do të bëjmë? Më shumë se kamarier nuk punojnë dot, se po vinë nga Filipinet i kanë zënë vendet. Hotelet e Shqipërisë në të gjithë Shqipërinë, hotele, restorante, e pafundësi punësh të tjera, janë duke u zëvendësuar me aziatik, ndërkohë shqiptarët arratisen nga sytë këmbët. Ortakët e hajdutëve të mëdhej e kanë gjetur këngën. Shqiptarët janë dembel, shqiptarët nuk punojnë. Atje tek plazhet e Golemit është duke ndodhur edhe një gjëm tjetër akoma më e madhe. Informacionet e mia, të cilat jemi duke i verifikuar dhe duke i parë një sasi e jashtëzakonshme e punëtorëve të hotelerive nga Afrika, po përhapin masivisht infeksione seksualisht të transmetueshme. Kujdes, kujdes, kujdes. Kemi HIV/AIDS në plazhet pranë zonës së Golemit. Kush ka vesh, le të hapi veshët, kush ka sy, le të hapi syt. Kjo që po flas është shumë më e madhe. Kujdesni ju që shkoni nëpër plazhe, ju që keni qef me u marr me gjëra nga ato që i dini dhe i kuptoni vet, kujdes. Punëtorët e huaj po sjellin me vete gjëra të tmerrshme. Jo të gjithë sigurisht, por këta të hoteleve të plazheve, veçanërisht nga Golemi në drejtim të Kavajës, janë duke bërë atë që nuk thuhet më në televizor as në YouTube. Ne po i verifikojmë dhe po ndjekim situatën nga afër. Kujdesni, kujdesni, kujdesni. Kudo ku shkoni në plazhe në të gjithë Shqipërinë, apo në resorte, apo në kudo që jeni, kujdesni, kujdesni, kujdesni me ato aktivitetet e qefit. Sepse qefi i shfrenuar mund të ketë kosto të frikshme për jetën tuaja. Por, kjo është vetëm maja e icebergut. Zjarri që ka rënë në Poliçan tregon se populli i Poliçanit dhe socialistët e ndershëm do të përgatisin flakët e regjimit bandit anti-shqiptar të rilindjes, i cili duket dhe shfaqet sikur ka imunitet në këtë moment, sepse po përfitojnë nga klima ndërkombëtare dhe plani i disa llozhave për të shpartalluar Europën dhe veçanërisht edhe Shqipërinë. Ballkani nuk mund të jetë jashtë lojë. Edi Rama dhe ortakët e tij në opozit janë sot të vetëdijshëm se fundi i tyre ka ardhur, por mendojnë se kanë imunitet politik dhe gjeopolitik nga llozhat ndërkombëtare që kanë përgatitur procesin final të shkatërimit të Shqipërisë, por edhe të Europës, i cili po ndodh nga dera e Spanjës dhe jo vetëm. Efektet e para të zjarrit të Europës kanë filluar në Europë, jo vetëm në Spanjë, duke e paralizuar tërësisht Spanjën, por kanë ardhur direkt në Itali, ku Giorgia Meloni e Italisë, shefja e ekzekutivit të Italisë, ka dalë dhe ka njoftuar bllokimin e Schengenit me Spanjën. Europa do të hyjë në mbrojtjen e vendeve dhe territoreve të veta, sepse e din shumë mirë çfarë po ndodh. Kjo dyndje e cila është duke ndodhur atje në Spanjë ka lënë vjetra e vjetra viktima, të cilët
ose janë mbytur, ose janë shtypur gjatë përpjekjeve për të çarë kordonët. Ndërsa qyteti i vogël i Ceutas atje në Afrikë u gjend me qendra pritje të mbingarkuara me 2400% mbi kapacitetet e tyre ekzistuese. Nuk kanë as buk, as ujë. Skena kaosi total. Çfarë po fshihet pas gjithë kësaj loje? Pse po futet ushtria në lojë? Ne s'kemi as ushtri. Përballë kësaj skene që do të ngjasonte skenave të pushtimit hibrid, Sanchez, qeveria e Sanchezit në Spanjë, u detyrua të thras ushtrin. Ne s'kemi ushtri fare. Për të mbështetur gardën civile dhe për të rikthyer kontrollin e territorit spanjol. Loja e interesave është e madhe me Marokun dhe me Afrikën. Ata që po ndjekin situatën dhe ne hulumtuesit që e ndjekim nga afër, kjo është një betejë gjeopolitike, nivel ndërkombëtar, por edhe në nivel të Marokut dhe të Algjerisë me Spanjën. Dinamika të ndërlikuara, rajonale dhe ndërkombëtare përfshirë ekuilibrat e Spanjës me Marokun dhe Algjerinë, cilat do t'jenë pasojat për Spanjën dhe për Europën. Kjo është pyetja e madhe. Krisja e zonës Schengen sapo ka nisur. Giorgia Meloni e njoftoi dhe tha Franca dhe Italia. Përveç Italisë doli edhe Franca. E kanë bërë qartë. Kufit brenda BE-s do të fillojnë të mbyllen. Mini Schengeni do filloj të reduktohet. Italia do të filloj të mbroj portën e saj jugore, bumerang politik për qeverinë e majtë Madrid, dhe ju e dini se kush janë në Madrid, në pushtet. Kjo pa diskutim do të hap një luftë të madhe edhe brenda Spanjës, brenda spektrit politik atje, e djathta me të majtën sorusiane, sigurisht. Do të nisë një valë e madhe institucionale dhe jo institucionale, e cila do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në procesin e riadesimit të detyruar apo të pritjes atyre të cilët do të mbahen. Europa po e kupton se kufijtë e saj jugor janë të shpartalluar tërësisht tashmë përballë përdorimit të migracionit si një levë e pandalshme presioni. Po të shkojmë nga Spanja në Shqipëri, politika e zëvendëson popullin me vullnetin e lirë. 40.000 deri në 60.000 për arsye të vendimit të gjykatës së lartë në Spanjë. Jo kuptoni që e kanë bërë vetë. Ja kanë vënë vetë flakën nga brenda. Gjykata e lartë e Spanjës në korrik merr vendimin ku thotë kush kalon në territorin spanjoll brenda Afrikës që është në kufi me Marokun, nuk riadesohet. Se janë drejtat e njeriut, dakord. Drejtat e njeriut merret gjithë Afrikën çohen në Europë. A është e drejtë, s'është e drejtë, çfarë do të ndodhë? Ky është debat që do ta zgjidhë Europa vetë. Ky është debat që do ta zgjidhë Spanja vetë. Ky është debat kulturor, politik dhe gjeopolitik që do ta zgjidhë Franca vetë. Ata i kanë kolonizuar, kanë marrë, kanë rrëmby pasuritë e Afrikës, i kanë lujt fen me minerale, me arë, me flori, me diamant, me dreq, me të birë. Ata i kanë lënë me shimpazet në majtë Afrikës dhe xhunglës. Parat i kanë marrë këta. Kjo është histori e gjatë. Problemi është, jemi këtu ku jemi. Afrika po zgjohet. Azia po zgjohet. Dhe po i thonë këtyre tashmë në epokën e inteligjencës artificiale dhe të internetit,
Gjakun na e keni pi për shekuj me radhë. Vini na keni vjedh, na keni zhvat, edhe na keni shit pasqyra edhe krerë. O do na pranoni atje në shtëpi tuaj, ose do na ktheni paret. Paret për kërkush kur t'i shifin paret me dylbi. Kur do shkoni, do ju vim ke dera e shtëpisë. O korrigjohet historia ose s'ka. Çfarë do sjelli kjo? Kjo do sjell riformatimin tërësor të Europës. Europa mund të ketë sistem imunitar, se Europa është e fortë ende. Ka ende para, ka ende financa, ka ende fuqi. Po Shqipëria jonë çfarë do të bëjë? Është marrë vendim zyrtarisht, do të sjellin me avion punonjës nga Vietnami, Filipinet, India, Pakistani e kështu me radhë. Nuk është më një çështje statistikas, por është një përplasje mes dy botë kuptimeve, mbrojtjes së integritetit kombëtar dhe eksperimentit të frikshëm demografik me bekim zyrtar nga shteti shqiptar. Nëse Spanja e cilëson fluksin e paprecedent të Spanjës si kërcënim për sovranitetin e Spanjës, modeli shqiptar i mbështetjes tek importi i qindra mijëra punëtorëve të huaj për të mbuluar gropën e popullimit masiv që po ndodh në vend do të jetë fatal. Përtej retorikës dhe rrenës së tregut të lirë të punës, kjo nuk është zgjidhje ekonomike. Ky është vetë shkatërim i ngadalt i sigurisë tonë kombëtare dhe zhbërja jonë si kombë. Shkatërimi ynë si kombë. Nuk është zgjidhje ekonomike. Është plan më i madh. Reagimi i Spanjës, dëgjoni me kujdes, kundrejt pasivitetit të tjera, shiheni pak. 40.000 emigrantë për Spanjën pa kriter përbëjnë një sulm ndaj integritetit territorial dhe një alarm për Bashkimin Evropian, pa çka se ja hapën dyert vet. Pasi cënohet siguria, kultura dhe stabiliteti social, thonë Spanjë. Në krahun tjetër, qeveria në Tiranë jo vetëm që nuk e sheh si rrezik, por lehtëson me duart e saj dhe zyrtarizon ardhjen e dhjetra mijëra shtetasve nga Azia, përmes marrëveshjeve direkte me avion charter. Kjo tregon mungesë totale të instiktit të vetëmbrojtjes kombëtare. Kur shteti shqiptar funksionon si një han pa porta dhe jo si një mbrojtës dhe gardian i identitetit tonë kombëtar dhe i sigurisë tonë kombëtare. Shqipëria po boshatiset masivisht. Fëmijët tuaj i keni gjithë jashtë, unë e di, sepse ne këtë po e përjetojmë gjithë. Shqipëria po jeton një eksod biblik ku qindra mijëra qytetarë vendas, profesionistë të rinj dhe familje po largohen drejt perëndimit. Për shkak të pagave të ulta të korrupsionit dhe të jetës në formë zifti, nëse refuzon të bësh patronazhist në Shqipëri. Turizmi, fasoneria janë me paga mjerimi. Oligarkët duan të shtojnë fitimet e tyre dhe sjellin njerëz nga jashtë dhe i themi shqiptarëve, ju jeni dembel, punë ka, por nuk ka njerëz që duan të punojnë. Nuk ka profesionist. Janë shqiptarët dembel. Kjo që po ndodh është shumë e studiuar dhe shumë e madhe. Kjo është arsyeja pse Edi Rama mendon dhe ka iluzionin se do shpëtoj. Dhe ju kërkoj ndjes, përfitimi i oligarkëve dhe shkatërimi social është një porrë e madhe ekonomike. E sajuar me shumë kujdes nga hajdutët e sektit anti-shqiptarisë. Ata refuzojnë t'i paguajnë shqiptarëve paga 1.000 apo 1.500 eurosh,
të cilat i duhen për të jetuar në Tiranë ose në Shqipëri. Është minimumi, po të shihni çmimet ju që keni ardhur për pushime, do ta shihni çmendurinë e çmimeve. Dhe për të bërë një jetë normale, nuk bëhet pa ngritje rrogash, por oligarkët, pasunarët dhe lekarët e mëdhej të Shqipërisë nuk kanë ndërmend të punsojnë njerëzit, sepse do rrisin fitimet e tyre. Çfarë do bëjmë? Sjellim njerëz nga Azia, Hallexhi, ne kemi qenë vetë Hallexhi para 30 vjetësh, dhe i sulmojmë ata që e refuzojnë si racist. Njerëz që nuk duan të ndihmojnë popujt e tjerë. Ne kemi qenë të shkretët vetë emigrant. Kjo është filmi, kjo është rrena dhe kjo është mashtrimi im. Ne nuk kemi gjë me emigrantët. Ne nuk kemi gjë me Hallexhit e botës. Por nuk jemi ne ata që kemi shkaktuar hallet e botës. Vendi ynë ka plot halle vetë. Dhe vendi ynë i vogël që po tretet me shpejtësinë e ditët e tretjes së sheqerit në një gotë ujë, apo të kripës në një gotë ujë, është në zhdukje e si. Kjo që po ndodh është vetë vrasje demografike. Ata duan të sjellin sklever, të cilët nuk kanë pretendime as politike as gjë. Han, pin një çap buk, marrin 4-5 euro tips, bakshish që i themi, edhe janë Hallexhi, do mbajnë familjet me buk atje. Kjo politik po e shkrin dhe po e shkatëron Shqipëri. Por, ndërkohë që zjarri ka rënë në Spanjë, zjarri ka rënë edhe në Poliçan. Ju e dini, e mbani mend atë zonjën e Poliçanit që ka bërë namin në Shqipëri, ajo zonja që është bërë virale, që i thoshte atos nanos, aso kohë ne nuk dum buk, ne nuk dum ujë, ne nuk dum drita, vetëm ju mos u zini me njëri tjetrin. Aq besnik janë ato zona, aq besnik ndaj partisë janë ato popullsi atje. Por tashmë ata e kanë kuptuar që janë të tradhtuar dhe të prerë në bes. Dhe unë i ftoj, jo vetëm banorët e Poliçanit, por të gjithë socialistët e ndershëm, vëllezërit tanë në atë dhe, ndoshta jo në doktrinë, jo në bindje politike, por në atë dhe në Shqipëri, kemi të gjithë një gjak, pa dallim feje, krahine, ideje dhe bindjesh politike. I ftoj të gjithë shqiptarët me bindje të majta, patriotët e ndershëm dhe socialistët e ndershëm, ndiqni shembullin e Poliçanit. Vijani flakën të serave, ajo nuk është MPS. Ajo është një sekt hajdut, i cili do t'ju shkatërroj kombin, jo vetëm do t'ju marrë bashkinë e Poliçanit, do ju marrë fëmijët më keq se që ka marrë. Do ju marrin atë dheun, do ju marrin pronën, do ju marrin tokat bujësore, si që u morën Sazanin, Zvërnecin, Durrësin, Gazin, në detin, Malin, Liqenin, mineralet, kromin, naftën, bitumin, qa ka si për tokës e qa ka poshtë tokës. Dhe unë ju kam bërë edhe një parashikim të tmerrshëm, fatalist. Nuk është pjesë e imja, por nuk mund t'ju gënjej. Pasi t'ju amarin të gjitha, edhe veshkat do t'ju amarin. Edhe veshkat kanë për t'ju amarë dhe do t'ju ashesin në tregjet ndërkombëtare. Sepse ata nuk janë njerëz. Rilindja nuk është parti.
Rilindja është sekt satanist i drejtuar nga Edi Rama, njeriu që po projekton me bekimin e disa lozhave ndërkombëtare zhdukjen e Shqipërisë dhe zhbërjen e saj. Kreshnik i dim të gjitha këto. I dini ju, por ju i dini dhe ata lirojnë beqen nga burgu. Ju dhe unë mbështesnim spakun se e hapën ndërkombëtarët, spaku liron beqen nga burgu. Ata po bëjnë një cirk, po bëjnë një teatr. Janë të kapur tashmë të gjithë. Kjo është e tmerrshme, por më mirë ta shohim të vërtetën në sy, se sa të mashtrojmë veten, vëllezër dhe motra shqiptar. Ju, socialistë të ndershëm të Poliçanit dhe të gjithë Shqipërisë. Mos e shihni Kreshnik Osmanin si drejtuesin e një partie politike rivale, siç është Lëvizja e Deu. Lëvizja e Deu nuk është thjesht parti politike. Lëvizja e Deu është garancia, sepse unë hy garant me jetën time, që është e vetmja parti politike në Shqipëri, e cila nuk kontrollohet, as ka asnjë ndikim nga çifti Rama Berisha, nga establishmenti i Ramizalis dhe nga ish sigurimi i shtetit. Pavarësisht se ata tentojnë të afrohen, të hynë, të penetrojnë, të kapin, të blejnë, të shantazhojnë, të joshin, të shohin sa është mundësia me penetru, hy garant me jetën time. Hy garant me jetën time. Është e vetmja parti politike që nuk kontrollohet nga çifti Rama Berisha dhe nga establishmenti i Ramizalis, i cili hapi partinë e Mugoshës në 42-shin, e ndau në 4-5 parti në 90-ën, dhe tashmë po bën gati goditjen përfundimtare në shtyllën kurrizore të kombit shqiptar. Zhbërjen si komb, arratin e popullatës, vjedhjen e pronave të tyre, 100.000 hektar tokë bujësore ligji për të shit, ka dhe gjëra të tjera të tmerrshme, të cilat do t'ju tregoj në darkë ose nesër, sepse nuk e di a do të më dalë koha, unë jam në udhëtim, jam në lëvizje. Të vazhdueshme. Ju kërkoj ndjes të gjithëve bashkombasve të mi socialist që nuk mundem të jem neutral, por në qoftë se do të isha neutral. Në këto kohra krizash, kjo do të ishte tradhtia më e madhe për Shqipërinë. Ju keni pushuar se qeni një parti në drejtimin e Edi Ramës dhe të sektit Hajdut të Rilindjes. Ju keni pushuar se qeni një formacion politik. Drejtuesit tuaj janë një band, ashtu si që avut flakën sot në Poliçan. 10 mira teserat të Partisë Socialiste vijani flakën në të gjithë Shqipërinë. Dhe shkoni, ndërtoni partinë tuaj, kini bindjet tuaja, e jani ta bëjmë debatin politik doktrinar, por me një bindje të plotë. Ta bëjmë debatin në parlament për këndvështrimet, për bindjet politike, ju të majt ne të djathtë, ju të majt ekstreme ne të djathtë konservatorë. Por të gjithë bashkë duhet jemi të bindur se e gjitha kjo duhet ndodhë në orbitën e Shqipërisë, në zjarrin e dashurisë për Shqipërinë. Partia juaj ka pushuar se qeni një parti. Dhe kjo nuk është fati i Kreshnik Osmanit, faji i Kreshnik Osmanit, të cilin një pjesë e patronazhistëve tuaj e shajnë, e fyejnë, e ofendojnë. Vëjani flakën asaj
shtëpie ati sekti, sepse ai sekt i ka vënë flakën Shqipërisë. Unë e di që ju nuk jeni gjithë miliarder, as gjithë oligark, e di që jeni hallëgji të majt e të djathtë, por jeni besnik ndaj partisë tuaj. Vijani flakën kartonave, vijani flakën bindjeve tuaja, vijani flakën mashtrimit, ndizni zjarrin e shpresës për Shqipërinë, ju dhe ne, dhe gjithë bashkë të mblidhemi në sheshin në bulevardin e Lirisë, ku për 62 ditësh janë mbledhur gjithë shqiptarët. Jo tek protesta e Saliut, siç kanë qef ata ta quajnë. Saliu ka tentuar ta marrë, ta vjedhë, ta grabisë. Jo kam thënë ditën e parë. Ka dhe njerëzit e vetë brenda. Edhe Rama ka bërë të njëjtën gjë. Por ne jemi aty, ne jemi garancia. Dhe çdo antar, përkrahës, simpatizant, dashamirës i lëvizjes Adeu dhe i Krishnik Osmanit, ka qenë, është dhe do të jetë aty në shesh me vendosmëri deri në fund. Adeu nuk është pronë private, por është amaneti i të parëve dhe ardhmja e fëmijëve ta. Mos ju alejoni, mos i lejoni t'ju avjedhin të nesërme. Shkoni, digjini ato të sera, digjini besën që i keni dhënë një sekti anti-shqiptar, sepse ju e doni Shqipërinë. Ju duhet jeni në anën e Shqipërisë. Me bindje tuaja politike, me përkatësitë tuaja, cilat do qofshin ato. Nxirrni Shqipëri dashësit për jush dhe ejani të bashkohemi të gjithë ta kryejmë debatin doktrinar si njerëzit të qytetëruar. Shqipëria në këtë moment na do të gjithëve bashkë. Të gjithëve bashkë. Të gjithëve bashkë. Flakët e Poliçanit, vëllezër dhe motra shqiptar, do të mbrijnë shumë shpejt në Surrel, do të mbrijnë shumë shpejt te kryeministria e krimit, do të mbrijnë shumë shpejt atje në bulevard, atje tek selia e Alibabës dhe 40 hajdutëve. Bëhuni gati, bëhuni gati, bëhuni gati. O sot o kur. Krishniku nuk ju a thot të gjitha këto për t'ju demoralizuar apo për t'ju përgatitur të njëjtat mesazhe që ju dhe për ditë. Ju them se duhet bëhemi gati zyrtarisht për të gjitha dhe me kujdes për fazën tjetër. Çfarë është e rëndësishme tani? Të mos ndalet për asnjë ditë protesta. Të mos ndalet për asnjë ditë protesta dhe për asnjë minutë protesta. Flakët e Poliçanit do t'i sjellin protestuesit socialist në shesh, sepse ata nuk janë si sekti i patronazhistëve. Ka prej tyre patriot adhëtar. Dhe ata duhet të grisin sot kontratën me sektin e përdalë të rilindjes. Ky është momenti i fundit i Shqipërisë. Ndoshta edhe i Europës, por Europa ka ende sistem imunitar që mund t'i bëj ballë zhvillimeve që po ndodhin. Por Shqipëria nuk ka më sistem imunitar. Shqipëria është o ekziston ose zhbëhet. Shqipëria, në qoftë se nuk i dalim Zot sot, nuk ka për të ekzistuar më. Kaq e thjeshtë është. Duke ju falenderuar të gjithëve për kohën tuaj të çmuar, ju ftoj atë që ju ftoj çdo natë. Mbështeteni këtë dritare. Përcjellni pjesës tjetër të shqiptarëve. Mblidhuni, bashkohuni me lëvizjen Adeu, të gjithë ju që na shihni, garanci. Të gjithë ju që na shihni, garanci të këtij kombi, dhe të gjithë ju që besoni, vërtetësisht se ne nuk kemi asnjë lidhje as me Ramën, as me Saliun, as me establishmentin e Ramizalis. Kaq kisha për sot. Mos harroni like, share, subscribe. Më jepni mendimet tuaja të komentet.
dhe vazhdojmë protestën pa u ndalur asnjë minutë. Do të rishihemi shpejt.